Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona. Ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall të vazhdojmë me ligjëratën e radhës në shpjegimin e dispozitave që kanë të bëjnë me martesën, më konkretisht ka fundi kemi filluar me shkurorizimin dhe ligjërata e fundit ka qenë me treguar se si do njëherë ka mundësi mu kërku shkurrizimi me kompenzim, e zakonisht ajo bëhet nga ana e gruas, se në parim shkurrizimi është në dorë të burrit, mirë po edhe gruaja ka drejt, apo kujdesari i saj, domethënë me kërku shkurrizim nëse realisht domethënë e shohin se nuk po mundën me bashkëjetu. Faktikisht në ardhë pothuajse në fund të këtyre dispozitave, sot do të marrim një ligjërat që ka të bëjë me atë se si përcaktohet se fëmija i kujna është, edhe ja atribuohet që i fëmijë që aty ku ka lind, që aty çiftit bashkëtorë apo diçka tjetër. Kjo ka me konë tema e sontit, ndoshta ligjëratën e radhës do të vazhdojmë në lidhje me kujdestarinë pas shkurrizimit, se te kush mbesin fëmija, a më meritor është nona, a baba. Edhe në hutbën e kaluar, nëse i kujtohet, kam folur dhe të kam treguar se një grua është ardhur në kutën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, unë jam dopë i burrit, po fëmia e cila domethënë i cili ka qenë barku im, domethënë folija e tina, e gjini jem ka qenë ushqimi i tina, e prehni jem ka qenë domethënë ngrohtësia e tina, më ka ndopë prej tina, prej atij fëmije. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar burrin, i ka thonë se fëmia i takon me qëndru me nonën përderisa mos të martohet domethënë nona. Detajet e ndryshme do t'i marrim domethënë inshallah në ligjëratën e radhës, mirë po tash edhe kjo do të jetë temë e në fund ndoshta do të marrim një ligjërat për mbledhse nëse na ka ikë ndonjë mesele që nuk e kemi shpjeguar. Mirë po sot kemi folur në lidhje me çështjen e gjakut farefisit, ajo që i lidh dy persona apo më tepër, lidhja e gjakut, qoftë e lidhja e gjakut e afërt apo qoftë e largët. E kjo lidhje e gjakut është në tri forma. Është në formë, domethënë vertikale lart, bab, gjysh, non, gjyshe kështu me radhë, edhe është vertikale të poshtë, e cila lidhet me fëmijë, nipa, stërnipa e kështu me radhë të poshtë. Mirë po lidhet edhe më horizontale, domethënë ajo që të lidh tyje me vëllezërit, motrat, axhallarët, hallat, dajet, tezet, domethënë në këtë formë. Këtë këta janë realisht domethënë të afërm të gjakut, nuk janë as domethënë miqësi, as nuk janë domethënë të afërm nga gjini që i quhen në shariatin ton vëllezër apo motra se prind nga xhiri, mirë po është domethënë lidhja më e fortë të cilën e ka aprovuar edhe Kurani, e ajo është domethënë lidhja e gjakut. Nuk kemi me fol në lidhje me këtë se pejgamberi sa realisht i ka kushtuar shumë rëndësi kësaj pune, që sidomos prindi me pas kujdes
me ja mësu fëmijës vetë ta afërmit e tina, ata që me ta e lidh gjako, që thjesht me mojt lidhje farefisnore, se realisht lidhja farefisnore dhe mbajtja e lidhjes farefisnore në fenë tonë ka shumë vlerë të madhe. Mirë për moralizu kjo porosi profetike Muhamedit s.a.s. fillimisht duhet me njoftë, me ditë kënë e ki daje, kënë e ki teze, kënë e ki haqe, kënë e ki hale, kënë e ki kushëre, kështu më radhë, që fillimisht me mësu me njoftë që këta e kem tonin, këta e kem gjak, këta e kem daje, kështu më radhë që realisht dhe më thonë fëmija me pas një pasyrë dhe me ditë se me kënë duhet me pas të hyre dalje, kënë me pas lidhje. Në kjo është në parim, se ndështë njëherë, edhe pse i ki gjakot që pëse është i pauzuar, e ka mundësi me cilë shërë, ndështë largimi për tina nuk prish punë. Mirë, por ne nuk do të flasim për këtë ligjëratën tonë. Ligjëratën tonë kënë me folë në jetë që ka të bëj me temat tona që në të shtjelu. Edhe kem thonë qysh prej fillimit, çështja e martesës është shumë çështje ndjeshme, po edhe shkruajzimit që ashtot. Runa zot çështja e imoralitetit është daha ma keq. Se ka pasoja të ndryshme, martesa i ka ato frytet e veta, se e din që kjo burr me qitë grua kanë qitë fëmijë. Por runa zot qofse një dashnor me një dashnore kanë bojë moralitet që i fëmijë ku na jetë. A jetë dhe i babës, a i nonës, e kështu më radhë, faktikisht na mundon me letra me ja bo që shdojna. Edhe në këtë dunja me ndrejt që shdojna. Mirë po ne po flasëm qysh në ka mësu Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a jem të i nejt gati që sa i puna jo. Se nesër nuk kena mu vend vetë na, që ka thët ligji i komunës, as ligji dhe më thonë që e ka përvu qeveria, mirë po kena mu vetë që ka thonë Allahu në Koran dhe që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunet. Me këtë na duhet me ndërtu jetën tonë këtë dunja, nga se nesër këtë me Allahun kena mu bullafaqëm me këtë punë. Çështja se gjako, fëmija, i kujnë i atribohet në parim, thojnë nonës e cila është e martume. Kur është një grua e martume, atër në parim i veshët dhe më thonë që ati babës apo që ati burri gjësoj gruje. Pavarësisht se mund me pas dikush pretendime tjera. Ka në hadith dhe vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në njeri ka pas emrin Utbe ibn Abi Waqqas. I ka thonë vllaut vet Sad ibn Abi Waqqasit se ka qenë një robresh e filan fistekut, e ka pas emrin Abdullah bin Zum'a Mesadiu të nëpo Ibn Zum'a. I ka thonë e ka një djalë, dhe më thonë që e shërptorja filonit, që nuk është i tina, po është i jemi. Edhe kur shkon në Mekë, kërko, dhe më thonë së është gjak i joni. Edhe kështut e ka vazhdu me qu këtë porosin në vend Sad ibn Waqqasi kur ka shku në Mekë dhe ka kërkuar dhe më thonë që të fëmije së është i vllavt tem. Ama se ka pas gru, e ka pas dashnore, kam pas dhe më thonë një moralitet me zvete. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhonë një rregull që në shariatin tonë që kjo është parimi. Ka thonë el waledu lil-hajar dhe el waledu lil-firash wal lil-ahir el-hajar. Fëmija është në qëtë vend ku ka lind. Qofse ka qifti ka qeni martuar, ka pas që e gru burr, këtë dënjaja kanë ditë që e në të martum, ajo ka ba që ka ba, nështë ta fëmija biologikisht nuk është i qëti burrit, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë fëmija është i qëti kanako, a i cili dhe më thonë ka ba zina, për ta është guri. Faktikisht, që i thëmë na jepi dikuj gur, jetë durthat. Dhe më thonë ti mësh mjellë qëka dush, mirë po kime dalë durthat se dhe më thonë ato nuk janë senet tua. Që kjo është parimi shariatit tonë? Që faktikisht, qofse është një gru e martume, edhe ka boj moralitet runa zët, e ka lind fëmi me burr tjetër, jo me burrën e vetë, fëmija është i qëti konakut, e do më thonë
ai i cili ka bë zina mbetet duar thatë dhe nuk ka domethënë drejt as me pretendu as me lyp kurse si më realizuar domethënë qëllimi që me domethënë me ia ofruat mundësi. Mirë po thojnë që kjo gruaja duhet me e kanë e martume edhe domethënë me kanë e martume jo vetëm me niqah, por realisht që ka flejt ai burr me atë gru që kanë pas mundësi me pas kontaktin tim që me ardhi të fëmija. Edhe pse këtu ka dallime, thonë mjafton veç akti kurrizimit, disa thonë mjafton mu vetë mua si çift burr e gru, e disa thonë patjetër duhet mu vërtetu që kanë pas marrëdhënie që realisht më ditë që është konfirmuar se këta domethënë një çift e masandena me kuptu se domethënë që kjo fëmijë i takon domethënë çati konako. Edhe pse mendimi më i saktë është se nuk është puna e lehtë me akt martesës se kontratë, se kontrata s'bën fëmijë. As ti nuk as kërkush nuk mund me vërtetuar një çifta kanë bërë marrëdhënie të ne shariatin ton përderisa senet janë të fshehta, zakonisht lidhen me ato që janë qarta. Nuk lidhen me ato që nuk mundën mu vërtetu kurrë. Po lidhen me ato që janë qarta në rastin konkret, qofse një vajzë, një grua dhe një burr kanë pas vetmi dhe kanë pas mundësi me pas marrëdhënie intime, automatikisht aktivizohet që kjo klauzula se nëse lind fëmijë çat konak, në parim është domethënë çati konakut. Kjo është domethënë sa i përket domethënë kësajna, ndërsa e kanë cekë një meselë tjetër, kanë thonë nëse lind fëmija u martu po fëmija ka lind para 6 muajve, ose ka lind mas 6 muajve. A është fëmija i çati konakut, i çati burrit, e paska prue aja gruaja atë fëmijë me vete. Thojnë dietarët, nëse lind mas 6 muaje, i gjalla pa i vdekur, realisht fëmija është i konakut, se minimumi që ka mundësia fëmija me lind gjallë, është domethënë 6 muaj. Nëse lind para 6 muajve, i gjallë, atëherë fëmija nuk është i konakut, po është domethënë fëmijë që e ka prua e grua aty s'është i burr hiç. Nëse lind i vdekur, atëherë edhe nëse lind para 6 muajve nuk prish punë se fëmija ka mundësi domethënë me vdekë edhe para 6 muajve. Mirë po, këtë manë men, nëse gruaja martohet me një burr, edhe pa u bë 6 muaj, lind fëmijë të gjallë, realisht ai fëmijë nuk është i burri. Nëse domethënë e kanë kalu 6 muaj, qoftë ka lind fëmijë të gjallë apo të vdekur, ajo fëmijë është ati konakut. Po thëmë ati konakut, po thëmë ati burrit, se edhe këtu ka mundësi unë zot mend, po realisht minimumin shariatin tonë është 6 muaj. E ku e kanë nxjerrë dietarët këtë muaj 6 muaj se shtatzanis, se kanë nxjerrë se një ajet kuranor ka thonë Allahu Azza wa Jall se ai i cili dën me e plotsu gjithdhënien e fëmisë është 2 vjet plota. Një ajet tjetër ka thënë se gjithdhënia dhe shtatzania është 30 muaj. Që i bie çti 30 muajshit që është edhe gjithdhënia, edhe shtatzania, mja hek 24 muaj. Domethënë të gjithdhënies mbetet shtatzania minimumi sajna 6 muaj. Mon kjo është me citat me ajet kuranor. Pra faktikisht nëse thash edhe herë fëmija lind mas 6 muajve, i gjallë apo i vdekur është i konakut. Fëmija lind i gjallë para 6 muajve, fëmija nuk është i konakut, e nëse lind para 6 muajve dhe i vdekur nuk prish punë se realisht fëmija ka mundësi edhe me vdek edhe domethënë më herët. E kanë cekë edhe një meselë tjetër. Po nëse është martu, edhe burri i saj është largu në studime, ose u shku në punë, ose u internue politikisht, ekonomikisht e kështu me radhë apo në sene, edhe ka konë kohë gjatë që nuk ka nejtë në familje, e thjesht u bë 2 vjet, mas 1 vjetë e gjys, në më anë faktikisht lindje fëmijën që të konak. A burri që 2 vjetë së konë aty? A fëmija i konakut, i që ati burrit, apo jo? Realisht këtu nuk ka
ndonjë argument qartë që që ceka për minimumin e shtatëzënisë. Se te maksimumi shtatëzënisë ka ma tepër se një mendim. Dikush të është, domethënë, mas shumë të është 2 vjetë, shtatëzënia, dikush 3 vjetë, dikush 4 vjetë, dikush 5 vjetë, dikush kanë thonë s'ka, domethënë, afat saktuar. Se s'ka pas argument qartë nga Kurani e Suneti, secili ka gjykuar në bazë për këtyre mendimeve dietarëve, në bazë të asajna që ka dëgjuar se valla një fëmijë ka qenë një gru shtatzon 1 vjet ose 2 vjet ose 3 vjet kështu me radhë, e në bazë asajna, domethënë, është ordon këto mendime, edhe pse realisht këto kanë qëndruar atëherë, tash kohën e bashkohore, në kohën e teknologjisë edhe zhvillimit mjekësisë realisht, në rastin konkret mjekët, domethënë, në bazë përvojave aktuale edhe bazë përvojave të shkruara e të transmetuara për njerëzve, e kanë një parafërsi, domethënë dhe e dinë se sa është domethënë maksimumi i një shtatëzanie, nuk ka nevojë domethënë për spekulime, vetëm që po du me të regu, se edhe këtë çështje e kanë diskutu. Se në qofë se rrinë një burë 2 muj, 2 vjetë, 3 vjetë, ngërbet, larë grus, e gruja ka linë, mas 1 vjetë e gjyse, që i thmi, a është i qati kanakot, i qati burrit, a për më në zëtë e ka pru lejlejko, dhe më thonë atë fëmijë. Që kjo është aja meselja. Çështje tjetër që e kanë cekur, dhe më thonë, që më jo vërtetu, se që i fëmijë, qati kanakot, thojnë duhet mi plotësu burrit 2 kushte. Kushti i parë mos me kanë fëmijë, që s'ka mundësi me pasë marrëdhënie intime, ose mos me kanë impotent, që faktikisht nuk ka mundësi me lind fëmijë. Se nëse vërtetohet këto njëra për këtyre 2-jave, domethënë këtë është, me thonë gruaja unë jam e martuar. Ti je martuar, po këtë 2-ja e din domosdoshmë ose mjekët e din që burri s'ka mundësi me pas fëmijë, ose burrin tënë e ki të vogël s'ka mundësi me bë marrëdhënie. Faktikisht nuk qëndron këto argumente se jemi martuar, edhe me thonë që fëmija ishte e kanakot, por realisht e ke sjell, domethënë për rrugëve jo legjitime. Çështja tjetër që e kanë cekur dietarët thonë se kur llogaritet fëmija i kanakut, tash e kanë cekë çështën e martesës, se martesa nëse ju kujtohet, kena tregu se ka martesa që i ka plotësu kushtet e veta, sipas shariatit, ka domethënë martesë që quhet e dyshim, ka martesë e cila quhet në shariatin ton jo domethënë e sakt, edhe pse ndoshta kur janë martuar nuk e kanë ditë, e kështu me radhë, do t'i morëm një nga një me tregu domethënë secilën për këto. Realisht tojnë llogaritet fëmia i kanakut, nëse plotësohen që të kushtet më herët, nëse në parim që ajo martesë ka qenë martesë shariatike, i ka plotësuar shariatet, dhe kushtet e shariatit, ka qenë burri, ka qenë gruaja, u ditë kush është burri, u ditë kush është gruaja, ka pëlqim i burrit, ka pëlqim i gruas, ka pas dëshmitar, ka pas pëlqim domethënë për prindit apo kujdestarit. Faktikisht kushtet që i kena marrë deri tash, nëse çdo kushte që të nën shariatin tonë që kjo quhet martesë saktë. Thjesht nëse ka pas martesë saktë, me çato kushtet më herët që i cekom, realisht atëherë ka lind fëmia në këtë martesë, llogaritet fëmijë domethënë e kanakut. Po nëse është martesa e dyshimt, a është një të hyjshëm? Cila është e dyshimt në rastin konkret? E dyshimt vëllezër të nderuar, se kur i kena marrë kushtet e martesës, kemi thonë për secilin prej këtyre kushteve ka mendime, domethënë që disa lehtësojnë edhe kanë gabu. Dikush ka thonë se nuk ka nevojë dëshmitar. Disa kanë thonë s'ka nevojë me kon domethënë pëlqimi kujdestarit. Disa kanë thënë domethënë çështja e vet miratimin nga vajza, nëse është e vogël, ka mundësi me pas autoritetin prindi i saj në këtë rast ajo, e kena marrë këto detaje më herët. Realisht te ta aja dikush ju ka dhënë fetva që në rregull është domethënë çka martesi pas shariatit. Mirë po sipas mendimit më të saktë që ne kemi sqaruar është se nëse një gru e marton veten pa kujdestar, domethënë ai niçan nuk është tamam. Nëse një gru dhe një burr martohen pa dëshmitar, ai niçan nuk është tamam. Shariatin tonë që ç'është është, atë që është mendimi më i saktë. Mirë po nëse dikush ju ka dhënë fetva që bën pa njëme për këtyre kushteve, të na quhet domethënë martesë e dyshimt. Se dikush i ka thonë që bën kështu.
Mirë pa ata janë martu qashtut, kanë fëmijë. Fëmija është i tyre, i kanakot e jo. S'ka dyshim se fëmija është i kanakot. Mirë po, është një lloj martesës që shëretikisht nuk ka mos pajtime që është, domethënë, haram. Qofse martohet një burrë dhe një gru, mirë po janë vëlla dhe motër për i gjirit. Me konsenzus është haram u martu në qofse e din. Mirë po janë martu e nuk e kanë ditë. Mirë po kanë fëmijë tash. Që të fëmija janë që ti kanako, që ty në prindve, ajo. Aja të riboha që ti babe, ajo. Edhe këto thëjnë djetarët, realisht, dhe më thonë, i atribuhen, dhe më thonë, kanakot, edhe që ti babe, llogarit e fëmijë të ti. Çështja tjetër që kanë cek djetarët është, dhe më thonë, kur njeriu dënë mi afrue disa fëmijë që kanë qenë largut, që kanë qenë tina me një martesë, dhe më thonë që nuk e kanë ditë fort njerëz për të, edhe thjesht ka jetu ndoshta në vend tjetër e kështu me radhë, a edhe e marrin dhe këta hyçimin e njëjtë, dispozitën e njëjtë që mund llogarit fëmijët kanakut e këtij prindit apo jo. Këtu kanë thonë dietarët po, vetëm duhet mi pas disa kushte. E para kur pretendon se një fëmijë është e tina që ai fëmijë mos më kon moshatar me to se më i madh se ai, se të tonë dim se nuk ka mundësi me kon ky prindë tina. Ose runa zot me thonë që këta fëmijë kam filan festin venin, ai kursu ku në atë vend. Se s'kem pas shansa teorike dhe me pas kontakt me asnjë femën, me pas grua aty që me pas fëmijë. Apo vjen dikush pretendon se nuk janë ta fëmijë tu, po janë fëmijë të dërkujna, janë thotë fëmijë të mi. Atër faktikisht, nëse çdo tri kushte plotësohen, fëmija janë më të vegjël, fëmija janë për një vend që ti ke pas mundësinë me pas kontakt me martu në atë vend, edhe kërkosh nuk pretendon se ata janë fëmijë të vet, atër thojnë dietarët që domethënë nuk prish punë edhe këta fëmijë llogaritën të kanakut dhe që ati babe. Çështja tjetër që kanë cekur dietarët është se nëse realisht domethënë pranohen pa kurfar hezitime dhe pa kurfar kundërshtime, këtë dynjaja e din fëmija e tina janë filan fistekut, edhe vetë trashëgimtarët e pranojnë që kjo është domethënë trashëgimtari i tyre apo vllai i tyre ose motër e tina, edhe ata domethënë llogaritën si fëmijë të kanakut. Mirë po kena me orë të dy mesele që është shumë rëndësi me i ditë. Meselja e parë, qofse një njeri runa zot ka boj moralitet me një gru, edhe ajo gru ka me të shtatzon, edhe ka lind, a ka drejt me thonë burri, mas pas më dhjetë e vëllat qaj është mi jeme, edhe me lyp dhe me thonë, a që e thonë, atësi në atë vend, edhe me thonë se është djali jam. Ti mundesh më thëmë prapë që ato që e kanë fillim, ti mundesh me letra me bo qysh dush. Do shta ligjit të lejon, s'ta lejon, është punë e tyne. Shariatin ton, realisht ai fëmijë kur s'është jote. Edhe në qoftë se ka mundësi biologjikisht me konë jote. Se realisht është fëmijë i cili është ngjizur, është ardhur në këtë dynja përmes një rrugës të haramit, e që e cekëm hadithin fillim që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fëmija është i kanakut e atij pa moral shmit gurin. Dur thotë, s'ka që ka lypa i kur gjëheq. Kjo dhëtë me pas konsiderat, edhe çështja tjetër që e kanë cekur dietarët është se, po në qoftë se e që kjo është me shpesht, shpresoj që ma pak se që e jenë para edhe pse dyjet jenë këqija. Qoftë se ka ba imoralitet me një gru, aja ka me të shtatë zonë, e ka lind, e këta jenë martu më sandej, edhe jenë ba bure gru. Që ta fëmijë tash që ka lindur jo mase që jenë ba këna kunor, po që kanë lindur në ta që po thojnë bashkjetesë, te përvojmë një tjetrin, qofse do më thonë s'bën, atër le të merr në dikush tjetër këtë bërlag, ose atë bërlag. Astaghfirullah, për nëse në veç me kuptu njeriu domosë se sa nult e qëtë veten, e qëtë familjen e vet, e qëtë fëmijën e vet, e qëtë veten, se nëse ti mendon që ato që shkon që logjik me ekzistuar në shoqërinë tonë, që secili me për unin e tjetrin, realisht
ajo që po vjen shpeje jote e pa përvume po jeta. Ose ato që e ke marrë ti burr, domethënë ai mela që ka ardha. Qofse faktikisht e instalojmë që të logjik të shoqërisë. E që fatkeqësisht, domethënë ka nis më bë, domethënë shumë normale, nga se jem të i pasue ata që as nuk kanë fe, as nuk kanë moral, e që ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thonë keni pasu ata, domethënë plumb dorë pas dore, plumb pas plumbi, krah pas krahu, sa që edhe me him vrim mbir të hardhucës keni me shku pa kurfar domethënë ditorie vetëm se pasim e verbet. Mirë po kthejmë te mesela jonë, nëse realisht kanë pas immoralitet, e kanë lind fëmijë para se u martu, mëse ndjen martu, çata fëmijë a janë të kanakut e çati babe edhe në none, edhe pse s'pe kontestojmë se biologjikisht janë tyne. Asnjëri se kontestojnë këtë punë që domethënë ç'ky është baba, ç'ky është nona. Mirë po shëriati kish çysh është. Ktu ka domethënë mos pajtime mes dietarëve, disa thojnë e ata janë shumica e dietarëve se këta janë si ata që thash më herët që llogaritë fëmijët zinas, domethënë të moralitetit, e nuk llogaritën fëmijë, domethënë të kanakut, duke argumentuar me çata hadithin që ka thonë se fëmija është i kanakut që aty ku ka lind që e grua me burr. S'ka burr, s'mundesh me thonë domethënë që ti burrit. E aty po moral shumë të gurin. Ky është mendimi i shumicës. Mendimi i disa dietarëve është se nëse janë penduar e janë martu, ai fëmijë llogaritet domethënë se fëmijë i tyre, edhe kur kanë dialogu, kanë thonë çfarë bëni këtë hadithe që ka thonë pejgamberi se fëmia është i kanakut, që aty ku ka lind, ku ka pas burr, jo çka ka bë kjo gruaja, domethënë moralitet. Kanë thonë ky hadith është nëse dikush tjetër pretendon se është i veti. Si në rastin që e ceka në fillim, domethënë se aty ka pas dy grupe, njëri ka thonë fëmia jam, tjetri ka thonë jo jemi. E për çata vlen ky hadithi. E pra të gjojmë shumë pe dietarëve, domethënë jo shumë, po disa që janë në gjuhën arabe thonë el-muhaqqiqin, që i kanë shoshit mirë meselet si Ibn Taymija në kohën bashkëkohore, Sheikh Uthaymin e sene, kanë thonë që nëse kanë bajnë moralitet, e dash Zoti i penduën martue, ata fëmijë që i kanë lindur, domethënë para, domethënë kurorës, ata janë fëmijë të tyre, edhe po them, ndoshta ky është pak mendim më i logjikshëm që afron punë te Zoti e dim se cili është mendimi më i saktë, nga se ata e kanë argumente shumë të fortë që thonë domethënë se fëmia është e asaj gruaje me burr, jo ka pru domethënë ajo me imoralitet, nga se ai imorali për ta mjafton edhe meriton vetëm gurin. Kjo në pika të shkurta, domethënë kjo temë e që thash është shumë e ndjeshme, e kem pas qef çështjet e martesës, se shumë çështje e kena cekur gjatë edhe rregullat të martesës, edhe rregullat të shkullëzimit, se kem thonë se tri çështjen nuk ka në to, domethënë hajgare. Në çështjen e martesës, në çështjen e shkullëzimit, edhe në çështjen e lirimit të robit. E ki për një herë që ka pas sklav, e ke liruar, nuk ka me thonë ja bon hajgare. Njëtën është me gru, e lëshova jem të bëj hajgare. Domethënë u martova si jem të bëj hajgare, nuk ka këto domethënë hajgare. Për një me është për një me, hajgaria është për një me. Pra atë këmë thonë që me pas kujdes, mirë po kjo në bën që me kuptu edhe madhështinë e islamit, se çysh e ka rujt nderin, çysh e ka rujt familjen, çysh e ka rujt domethënë që njerëzit mos më ju përzi, domethënë gjako, mos më përzi loza, fillimisht duke mshel të në rrugët i moralitetit, që mos me ardh puna me lind fëmijë është martesor. Mirë po edhe nëse ndodh, realisht ku mu rregullu kjo punë se nuk me met, domethënë fonton dëshirash, kush dën çka dën, e mas 10-15 vjetë me thonë jo më të ke rrit fëmijë të huaj, se ka është fëmijë jemi, se ajo ka në jemi, kështu më radh qysh, domethënë dëgjojmë, apo hale jem të im shef në këto. Veç pishohem perëndim në televizor ata, në përgjykata marrite e tyre, a në hale jem të im shef. Se realisht që ashtu t'ja këna nisë edhe shoqëria jonë, Allahu Azza wa Jall na përmirësof neve dhe ata, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad